qofsha fal! Unë jam Iris Kola, studente e arkitekturës të peizazhet. Dhe doja të sjellja në vëmendjen tuaj disa pika nga Konventa Evropiane e peizazhit, e mbajtur në Florencë në vitin 2000. Sipas kësaj konvente, peizazhet me vlerë natyrore, historike dhe kulturore duhet të mbrohen, menaxhohen dhe planifikohen në mënyrë të qëndrueshme. Shtetet duhet të integrojnë mbrojtjen e peizazhit në politikat e tyre dhe komunitetet lokale duhet të përfshihen në vendimarrje. Zonat e mbrojtura duhet të merren parasysh komuniteti që i mbron së pari dhe duhet të merret parasysh nga shteti. Dhe në Shqipëri si shumë të tjera kjo që nuk ndodh. Turp! Por në Shqipëri paturpësia nuk mbaron këtu. Kërkesat për të punësuar janë një mal me burokraci, ndërsa pagat që ofrohen në kombim të përmbushjes së këtyre kërkesave nuk janë askund me to. Por studentët, në vende si Gjermania, Austria apo Hollanda, studentët mbështeten sepse konsiderohen e ardhmja e vendit. Ndërsa studenti shqiptar detyrohet të balancojë punën dhe shkollën që në vitin e parë të bachelorit, për mos të thënë që në bankat e gjimnazit. Turp! Kam parë studentë që punojnë natën për të blerë libra dhe për të paguar sheran. Kam parë familje që ndahen nga migrimi prej hallit. Kam parë shokët e mi që vuajnë kur vjen fundi muajit. Turp! Studenti nuk ushqehet me premtime. Familja nuk jeton me justifikime. Pensionisti nuk i bleni laçet me firmat tuaja. I riu nuk ndërton të ardhmen me propagandë. Flamingot nuk jetojnë në beton. Dhe po e Tirama, ekziston shpreha, rruga për në ferë është e mbushur me qëllime të mira. Kemi 4 mandate që i dërgjojmë. Arritëm në destinacion. Unë nuk marrim përgjigje për pyetjet tona, etiketohemi të manipuluar, idiot, ignorant, çfarë do lloj gjëje që këtyre zemra ju mban. Por prezenca jonë këtu tregon që ne nuk kemi rënë pre këtij sistemi dhe ne po të kishim rënë pre, do të ishim idiot, ignorant, të manipuluar, delirant, çfarë të doni ju? Jam këtu për meritokraci, për dignitet dhe për ringjalljen e atë dashurisë. Parini nuk ka Shqipëri! Parini nuk ka Shqipëri! Parini nuk ka Shqipëri! Unë jam Ministra Gordani, jam e diasporës të Italisë, se do kam ardhur në atë dhe e para gjë që bëj është vit marrëties në protestë, me pakta. Jam mësuese, punoj me nxënësit me aftësi ndryshe dhe arsimi është pjesa që më së shumti e kam për zemër duke parë dhe vështirësitë që kanë nxënësit me aftësi ndryshe këtu në Shqipëri. Fare mirë mund të rria me prindrit e mi, mund të kaloja këto pushime verore me ta, por nuk mundem. Pavarësisht se unë nuk rrezikoj asgjë. Unë të gjithë jetën time kam ndërtuar atje, nëse duan të më fotografojnë, nuk rrezikoj vendin e punës, nuk rrezikoj asgjë, por jam këtu sepse jam e bia e një minatori. Ndjes ndoshta është prekur tema e minatorëve, por unë ndjej shumë fish për detyrë të flasë për minatorë, sepse Imat ka punuar 27 vite në tokë dhe sot paguan kusuret e shëndetit ti si pasoj e asaj pune. Valigja ime ishte e mbushur gjysmë për gjysmë me medikamente që unë i sjell nga Italia, për arsye që ju i dini më mirë se sa unë.
babi im, mbasi mbylli turin, babi im pasi mbylli turin e tretë në minierën e Valiasit, sikurse i ka gjezdis gjithë miniera që rrethojnë Tiranën, shkoi dhe hodhi litarin për të tërhequr zvarr bustin e Enver Hoxhës. Është 72 vjet sot, me të gjitha kusuret e shëndetit që po kalon dhe ai prap del në protestë. Sa shpesh herë i them bab, të lutem, ti e ke dhënë kontributin tat. Ti e tërhoqe zvarr bustin e Enverit, për babin prap del. Dhe mbesoni që nuk e ka dhe fort let. Nëse baba im e bëni këtë punë, në ato muaj kaq dëshiziv për ardhjen e demokracisë në Shqipëri, sot më takon mua. Unë dhe pse jetoj jashtë, sapo jam në Shqipëri, për çfarë do lloj proteste, për çfarë do lloj kauze civile që është dashur, unë kam qenë në shesh. Dhe nuk e diskutoja që sapo të vija kombë në Rinas do vija me vrap këtu. Ndaj ju bëj thirrje të mos tuteni, të mos friksoheni, sepse s'po bëjmë asgjë. Kemi të drejtën tonë të shenjtë të kërkojmë një Shqipëri më të mirë. Vërtet kam 20 vite jashtë. Kam një mbështetësi italiane që më ka krijuar gjithë lehtësimet e mundshme për jetesën time atje. Por ka një shprehje që mban titullin e librit Një nga arbëreshët e Italisë, Antonio Gramsci. Titulli i librit dhe ju sugjeroj ta lexoni është Odio gli indifferenti. Sepse indiferenca është fatkeqësia më e madhe e çdo kombi. Asnjëherë indiferent. Ju lutem, të jeni çdo natë më shumë. Sa të jemi në Shqipëri, do mundohem të jem çdo natë këtu, duke patur parasysh se duhet të ri dhe me prindrit e mi, pavarësisht se mamin sot e kam këtu me vete. Ju përqafoj të gjithëve, dhe ata që kanë qenë ditët e mëparshme dhe ju sot ku jeni këtu dhe jeni frymëzimi më i madh. Është vërtet një zemër që guflon, është një zemër më e madhe se vetë malet kur ju shikoja nëpërmjet rrjeteve sociale. Ju përqafoj. Dhe është momenti kur duhet të ndihemi krenar si shqiptar më shumë se kur. Faleminderit. Roma jepe dorece. Roma jepe dorece. Këta parafolësit e mi pasuruan gjuhën shqipe, se për shembull Edi Rama pje, ai maskaraj, do thuhet, jo Edi Rama, maskaraj, qelbësira, dyrësira, aleja. Se emri tia nga bën pis gjuhën, dhe ne duhet të majmë të pastër gjuhën tonë. Miq të dashur, dëgjova që kanë marrë një 3-4 në këta djemë të protezës, i kanë marrë polisit, i kanë futur në atë. Shumë dur. Po tani kushtetuta, aq sa njoh unë, kushtetuta thotë që jemi të barabartë para ligjit. Pa pse nuk fusin këtë maskaran në burg? Burg! Se nuk fusin këtë edhe psesin që të kalbet atje, se i ka të gjitha, nuk e nga të kapës, ka
ka hequr Butrintin, ka hequr 12.000 det, ka hequr Florën, ka hequr Sazanin, ka hequr Leshën, nuk i kemi mëmër, i ka shitur. Që do me thënë kjo? Duhet që të shikojmë të gjitha gjërat dhe të përpiqemi me shpirt që ta duam atë dhe unë tonë, se si atë deu nuk ka letjet kushtëdoj. Unë e dua Shqipërinë time. Ka gjë më të bukur se Shqipëria, ti Shqipëri më jep nerë, më jep emri shqiptar, zemrën ti më gatove, prapë të të shqider me fjarë, të falenderoj shumë. Me Velia, ndaj